Në Tiranë, në një takim të organizuar sot nga Fondi Monetar Ndërkombëtar, u diskutua rreth mundësive dhe sfidave me të cilat Shqipëria duhet të përballet pas ndryshimit të marrëdhënieve aktuale me këtë institucion, duke kaluar nga një vend në tranzicion në stadin e një vendi në zhvillim. Kjo fazë e re, e cila pritet të fillojë vitin e ardhshëm me përfundimin në janar të programit aktual, do sjellë marrëdhënie të reja mes autoriteteve shqiptare dhe Fondit Monetar, ndërsa deri më tani hartimi i buxhetit, përsaktimi i politikave monetare dhe fiskale si dhe zbatimi i tyre realizohen në një bashkëpunim dhe mbikëqyrje të afërt të fondit, me nivelin e ri në cilin Shqipëria kërkon të kalojë, roli i Fondit Monetar zbehet, duke i lënë më shumë hapësirë autoriteteve shqiptare. Njëkohësisht Shqipëria do të ketë më shumë dorë të lirë edhe për të hyrë në marrëdhënie direkte në tregjet ndërkombëtare financiare. Shqipëria konsiderohet një vend me qëndrueshmëri të fortë ekonomike dhe me një rritje konstante. Megjithatë, Fondi Monetar ka paralajmëruar për një sër rreziqesh të cilat duhet të trajtohen me vendosmëri. Për të diskutuar për disa nga këto çështje, kemi të ftuar për një bisedë zëvendës ministrin e Financave të Shqipërisë, Sherefedin Shehu. Mirëmbrëma, zoti Shehu. Mirëmbrëma. Zoti Shehu, çfarë ndikimi konkret do të ketë ky ndryshim statusi në marrëdhëniet me Fondin Monetar Ndërkombëtar dhe cilat do të jenë marrëdhëniet e vendit tuaj me fondin në të ardhmen? Ndryshimi konkret që pritet të ndodhë mbas janarit është se Shqipëria tashmë do të sigurojë kredibilitetin e vet nëpërmjet politikave të qarta, politikave të forta dhe një stabiliteti real, makroekonomik, fiskal dhe të fushave të tjera, siç mund të jetë ai politik. Dhe në këtë kuptim, marrëdhëniet me Fondin Monetar do të ndryshojnë vetëm formën e tyre, pra Fondi Monetar nuk do të garantojë më dhe nuk do të mbikëqyrë Shqipërinë lidhur me politikat monetare dhe ato fiskale, por do të ketë marrëdhënie standarde, siç njihet ajo artikulli 4, kryesisht për politikat e kurseve të këmbimit. Me gjithë zhvillimet pozitive, FMN-ja ka shprehur shqetësim për rritjen e deficitit buxhetor që mund vi kryesisht nga situata e rënduar financiare e sektorit energjetik dhe kosto e rrugës Rrëshen-Kalimash. Po ashtu FMN-ja ka shprehur shqetësim për ambientin e biznesit, që është një kusht për të tërhequr investimet e nevojshme në Shqipëri. Çfarë masash po merren për të përballuar këtë situatë? Këto shqetësime kanë qenë prezente dhe natyrisht janë shprehur edhe në dokumentet që ne kemi patur me Fondin Monetar Ndërkombëtar, po kështu këto shqetësime mund të konsiderohen edhe si rrisje të mundshme, por çdo vend ka rrisjet e tij, edhe këto janë ato që ka Shqipëria. Ndërsa për sa i përket zbutjes së tyre, së pari ne këto rrisje i shohim vetëm si mundësi, sepse në praktik momentalisht ne nuk kemi në një rrezik real financiar, pasi performanca fiskale është shumë e mirë. Dhe kjo është garancia më e madhe për zbutjen e këtyre rrisjeve. Dhe kjo performancë e mirë fiskale do të ulë deficitin dhe natyrisht edhe nivelin e huamarrjes, po ashtu edhe të borxhit publik. Po kështu ne kemi një privatizime strategjike në proces, të cilat do të kontribuojnë në uljen e gjendjes së borxhit publik dhe natyrisht kontribuojnë në rritjen përmirësimin e situatës fiskale. Për sa i përket klimës së biznesit me koshin, unë do të thoja që aty së pari qeveria po përpiqet që të përmirësojë menaxhimin financiar të keshit dhe situatën financiare, ka rritur tarifat e energjisë elektrike që do të kontribuojnë në rritjen edhe përmirësimin e situatës financiare, por zgjidhja definitive do të jetë fillimi i procesit të privatizimit në korporatën elektroenergjetike shqiptare. Në të ardhmen Shqipëria pritet të hyjë në tregjet ndërkombëtare të kapitaleve për të marrë hua. Si është situata e borxhit që ka vendi sot? Ai ka kapacitetet e nevojshme Ministria e Financave për menaxhimin e borxhit? Ne në fakt i kemi paraprirë këtij procesi dhe praktikisht ne kemi hyrë në tregjet ndërkombëtare, sepse financimi i projektit më të madh që ne quajmë projekti i shekullit, siç është rruga Durrës-Prishtinë, po financohet nga tregu dhe vitin e kaluar ne patëm ankandin e parë ndërkombëtar, i cili që është shumë i suksesshëm dhe nga tregu financiar ndërkombëtar ne kemi siguruar 230 milion euro, pra që është kredia më e madhe. Por ndërkohë ne kemi krijuar bazën për hyrjen në tregun financiar nëpërmjet një
country credit rating, pra Shqipëria është e listuar tashmë formalisht në tregjet ndërkombëtare nëpërmjet këtij ratingu, dhe ajo që është më e rëndësishme është sepse Ministria e Financave ka bërë një ristrukturim tërësor të departamentit të borxhit, i cili tashmë do të përgatitet për të kaluar në stadin e ri ku gjithçka do të sigurohet nga tregu. Zoti Shehu, Shqipëria po ndjen efektet e krizës globale të çmimeve, përveç kompensimit të shtresave në nevojë nga njëra anë të kufizimit të fortë të rritjes pagave nga ana tjetër, siç është kërkuar nga Fondi Monetar, apo mendon qeveria shqiptare për masa të tjera për ta zbutur këtë krizë? Po, në fakt, në konkluzionet e Fondit Monetar Ndërkombëtar del qartë dhe theksohet fakti që Shqipëria me gjithë turbullirën në botë dhe në rajon dhe presionet e larta inflacioniste është vendi me inflacionin më të ulët. Dhe parashikimet janë që Shqipëria të ruajë deri në fund të këtij viti një nivel inflacioni prej 4%, që quhet tepër i moderuar dhe është brenda objektivave. Megjithatë, srregullimet ekzistojnë në grupe të caktuara mallrash dhe influencojnë grupe të caktuara të popullsisë, dhe krahas politikave standarde, qeveria po mendon që të përkrahas të mbështesë grupe të caktuara të popullsisë. Dhe cilat janë këto grupe, më konkretisht? Më konkretisht janë ato që janë me mbështetje në ato që ne quajmë asistente sociale dhe pensionistët, si dhe ato që janë në sektorin publik me pagat më të ulta, që ka niveli më të ulët të pagave. Këto do të kenë një rritje të pagave dhe të pensioneve dhe të ndihmës ekonomike, dhe ndërkohë ne po përgatitemi që të kemi edhe një instrument shtesë, domethënë për të kompensuar tërësisht impaktin apo ndikimin e rritjes së ushqimeve bazë, kryesisht bukës dhe të disa ushqimeve të tjera që janë bazë në strukturën e konsumit të këtyre familjeve apo të këtyre shtresave. Zoti Shehu, ju falemnderit për intervistën. Ju falemnderit juve.